Nxënës të shkollave dhe studentë, organizata të ndryshme, institucione dhe biznese janë bashkuar thirrjes së Bashkisë Shkodër për aksionin e pastrimit në Bregdetin e Velipojës në prag të sezonit turistik. Drejtori i shërbimeve publike pranë Bashkisë Shkodër, Altin Salihi, bën me dije se aksioni pritet të jetë masiv me mbi 1500 vullnetar të angazhuar. Por këtë është hartuar një grafik i detajuar organizimi që mbulon të gjithë vijën bregdetare nga zona e mbrojtur në derdhin e Bunos deri në lagunën e Vilunit. Është një masivitet i madh nesër që pretendohet me të shku deri 1500 persona që kanë konfirmuar që do të jenë pjesa e aksionit pastrimit thirrjes Bashkisë Shkodër. Pra, si është bë ndarja totalisht bregut detit në Velipoj, ku do të jenë grupet e rinis, grupet e shkollave të mesme, do të jenë ndërmarrjet që janë në Bashkisë Shkodër, do të jetë qarku, prefektura, disa shoqata jo qeveritare, do të kenë shumë pjesëmarrës, pra bëhet fjalë për të gjitha institucioneve vullnetarisht në këtë pastrim plazhit. Gjitha bizneset e Velipojës janë përgjigj thirrjes të këtij aksioni dhe kanë filluar që sot, do të vazhdojnë nesër dhe në ditë vazhdim prapë me marr pjesë për pastrimin e gjithë bregut detit. Nga ana tjetër, ai thekson se për te ndërhyrjes konkrete, synimi kryesor mbetet sensibilizimi i komunitetit për ruajtjen e pastërtisë në zonat turistike. Ideja e aksionit pastrimit që ka bërë thirrjen Bashkia Shkodër është që është një mesazh sensibilizimit për gjithë popullin e qytetit Shkodrës dhe për turistat që vinë, edhe për kushdo që e shijon plazhin e Velipojës që të kenë kujdes për mbetjet dhe për papastërtinat që hedhin vend pa vend. Një angazhim i tillë i përbashkët është më shumë se një aksion pastrimi, është një mesazh i qartë se Velipoja nis sezonin me përgjegjësi, kujdes dhe respekt për natyrën.